a nuk t'i ngëllon e mahnitshme? Por, si tha se unë do isha lokomotiva e parë që do i binte botës rrotull. Atëherë unë do të jem e dyta. Megjithatë, përse nuk është Ace këtu, ë? Përse ai nuk po të ndihmon? Sepse unë nuk kam nevojë për ndihmë. Të gjithë kanë nevojë për ndihmë, Thomas. Gjithsesi tani është tepër vonë. Me sa duket ke ngecur me mua në vend se me atë. Ace! Mirëmbrëma shoku, jam i lumtur që ja dole. I lumtur që ja dola the? Nuk e tija se ku kishe ikur apo në cilën anije të hipja. Dhe s'ja kam idenë se ku do të shkoj pasi të arri në Rio. Po kjo është mënyra më e mirë. I lirë dhe i lehtë shoku. Merre si të vi. Por, përse nuk më prite edhe mua? Nuk ishte nevoja që të të prisja? E dija që ti doja dilje. Vetëm fare. Ti do t'jesh një shpirt i lirë, apo jo, Thomas? Si unë, duke parë peizazhin dhe të punën tënde. Nuk e nevoj për bagazhe që të pengojnë. Bagazhe? Çfarë bagazhesh? Ju dëgjova teksa bisedonit. Ajo që po them është që të mos lejosh asnjë që të pengoj. Ti nuk ke nevoj për të tjerë që të të thonë se çfarë të bësh. Ti do të argëtohesh. Apo jo? Shihemi në port, Thomas. Tani duhet të marr një sy gjumë për para garës së ardhshme. Natën e mirë, shoku. Jemi në Rio de Janeiro, Thomas. Brazili, Amerika Jugut. Ace!